jena gati? Ali Bekim, a jena gati? Regjia, apo fillojmë podcastin inshallah. Hajde, bismillahirrahmanirrahim. Çdo gjë është në rregull, mundemi me fillu edhe një emision i radhës. Shikues të nderuar, asalamu aleikum. Vazhdojmë me merr frim. Mysafir sot e kam Hoxhën e nderuar Bedrilika. Hoxh, mirë se erdhe. Mirë se gjeta besën. Si po kalon? A je mirë? Alhamdulillah. Rahat shnosh. Alhamdulillah. Apo ki nxehta ja. Më zvet. Po ka edhe më nxeft, na keni mësuar ju Hoxha Allahu. Është nxehtë, po kena mundësi mu vlladit. Po, Alhamdulillah. Vërtet. Hoxh, do t'i komentojmë 10 postime në rrjetet sociale që i kum zgjedh. Atëherë po fillojmë njëherë me të parën, a? Bismillah. Fillojmë bismillah. Ndërsa postimi i parë që e keni postuar është kjo. Kur muezini thret 5 herë në ditë, e janë në namaz, e janë në shpëtim, ai po të fton drejt për drejt shpëtimit. E megjithatë, ti si musliman ende pyet, a mund të shkohet në xhenet pa namaz? Mos harro se xheneti është vetë shpëtimi, ndërsa namazi është rruga më e sigurt dhe më e drejtë që të çon drejt atij shpëtimi. Po, këto postime zakonisht unë i postoj varësisht nga situatat e jetës, Inspirimit, domethënë takomi me njerëz, marrmi domethënë ato ndonjëherë habitemi edhe për smire, po kanë ndonjëherë habitemi edhe për skeçi, qysh njerëzit i perceptojnë sendet. Edhe e kam postuar edhe këtë post, kur njëherë njani ma boni, tha, o gjë tha, shkohet në xhenet pa namaz. Edhe fillova unë me punu me vetveten. Atëherë thash, pse Zoti na ka obligu 5 herë në ditë? Zoti po thot 5 herë në ditë, se namazi janë shpëtim, ti po thu, a ka shpëtim pa namaz? Atëherë do duhesh me ashtu atij ezanit edhe një fjalë. Ka shpëtim edhe pa namaz. Po Zoti po thot, hayya ala salah, hayya ala salah. Eja namaz, hayya ala falah, hayya ala falah. Eja në shpëtim. Kur thot Zoti eja në shpëtim, nuk e ka për qëllim vetëm shpëtimin e ahiret. Në rënd parë ka shpëtimin, qëllim e ka shpëtimin e dunjos. Shpëtimi i dunjos është ajo rruga për ta siguruar shpëtimin e ahiretit. Njerëzit nga hutia ndrojnë ta përjetojnë shpëtimin e ahiretit pa namaz dhe nuk e shohin veten se ata janë në humbje, domethënë nga jeta e kësaj dunjaje. Domethënë humbja më e madhe është momentin kur ti mendon se pa namaz shpëton njëri. Po flasim si musliman. Në qartë. Muslimani nuk guxon me bë këtë pyetje, as nuk guxon me menduar se ndoshta edhe pa namaz do të shpëtoj. Po atëherë pse ekziston ajeti kuranor ku Allah do t'ju thotë xhehenemlive ma salakakum fi saqar? Çka ju solli në xhehenem? Çka do të thonë xhehenemlit? Lem nakum min al musallin. Nuk kemi qenë për ative që kemi fal namazin. Muzdia ka përgjigje shumë e qartë, më të qartë edhe më të thjeshtë edhe më të shkurtë. Atëherë kjo s'don edhe koment. Po ne. Lem nakum min al musallin. Allahu sikurse po ta sjell skenën e xhehenemit, edhe po thot, unë kur ta pyes xhehenemlien. Llogaritë vetën se ti je xhehenemli tash në këtë moment. Llogaritë se je duke biseduar me Zotin. Edhe po thot Zoti, o robje, nëse je prej atyre që se ke fal namazin, ta dish se xhehenemlia ka më thonë çat fjalë. Atëherë ti llogaritë se ti ke më thonë, o Zot, jam kon prej namazlive. Është e shkurtë, e thjeshtë, nuk don koment, nuk don shpjegim, nuk don Madje. Atëherë hadith nuk. Me çfarë logjike na as kemi marrë, as kemi turp me thon, a shkohet në xhenet pa namaz. Zoti po thot qysh në këtë dunjë po thot. Po ta mbyll derën e kësaj pyetje. Ti po do me qel me zor. Po e qel me zor, po e shef xhehenem. Nuk shef diçka tjetër. Po të kishte qenë domodin mundësia me shku në xhenet pa namaz.
Atëherë pse be Zoti na ka obligu 5 herë në ditë me thonë, hayya ala salah, hayya ala falah. E janë namaz, e janë shpëtim. Atëherë pse e ngarkojmë në veten? Atëherë nëse dikush që i fal 5 kohë të namazit, e gëzon shpëtimin, edhe tjetri pa namaz, e shpreson shpëtimin, atëherë pse lodhemi na me? Atëherë ku është dallimi? Drejtësia. Po, atëherë këtu nuk ka as drejtësi, s'ka as urtësi, as mençuri, as domethënë prishet balanci prishet. Po. Sigur se më thon një student, unë do të përgatitem për provim, edhe shpresoj që kam me marrë dheq, ose kam me kalu provimin. Ai tjetri thot, a ka mundësi, thot unë me kalu hiç pa mësu. Edhe jeton ki me çështë shpresë. Qyshbe, atëherë ku është dallimi mes atij që është lodh, ka net pa gjumë, ka lexu, domethënë i ka përjetuar ato vështirësitë, mes kësaj edhe atina që hiç ka flet tan ditën, as nuk i ka interesuar se din materialin. Domethënë kjo i mençuri se ban këtë pyetje. I mençuri nuk e ban këtë pyetje. Për atë edhe unë shpesh herë tham, nëse e këshilmi kështu pak më detajisht. Islami ka veç një kusht. Realisht veç një kusht ka. Domethënë që ka një far ngarkese. Me thonë kushtimisht ngarkesë. Se nuk ka ngarkesë. Domethënë ngarkesa sjell profite. Domethënë e ke pa për shemb kur punon diçka, edhe din që fiton be asaj. Nuk e shef ngarkesën, e shef fitimin. E shef fitimin. Po dhe namazi e njëjta është, edhe feja në përgjithësi është e njëjta. Na nuk e shohim fejen si ngarkesë, sepse profiti janë shumë i madh. Për atë na nuk lodhemi. Për atë edhe unë shpesh herë them, me këshir 5 kushtet e Islamit. Domethënë de facto, këto janë de jure 5 kushte. Po de facto është shahadeti, që duhet me shpreh me gojë pas bindjes. Domethënë kjo është e lehtë. Domethënë bindesh se ekziston Zoti, edhe duhet më përkul Zotit. Edhe pas shahadetit është namazi ditore. Agjerimi është një herë në vit, nëse ki mundësi. Nëse s'ki mundësi, sa agjeron. Nëse u thon se ki obligim agjeru. Zeqati zakonisht një pjesë e vogël e muslimanëve detyron me dhon zeqatin për arsye se domethënë një pjesë e vogël janë të pasur dhe mrin atë sasinë për me plotësu kushtin e zeqatit, edhe haxhi. Po haxhi nuk e ka obligim secili. Domethënë sa musliman nuk e bojnë haxhin, se si plotësojnë kushtin. E beson vetëm si bindje, sa është kusht. Ama realisht me detyrë nuk e ka obligim me kry. Domethënë faktikisht nëse e këshir kështu, de facto Islami ka veç një kusht për pjesën dërmuese të muslimanëve. Edhe ti edhe për çeta thuam non filozofon. Nëse se baj, po atëherë çka të ka met për Islamin ti? Atëherë çka të ka me çka do ti me shkut para Zotit me thon, o Zot, shtinum xhenet, të lut na shtinum xhenet për shkak të kësaj vepre që e kam bërë, çfarë? 5 kushtet e Islamit, domethënë kushtet që i ka vendosur Zoti. Ti çto kushtet që i ka vendosur Zoti do mirënu. Sikurse më thon, unë kam ndreq një shtëpi ama pa shtylla. Qysh be pa shtylla më? Qysh e vënon kulmin ti? Qysh e vënon kulmin, qysh e vënon dritarët, qysh ky merr nun tanë? Na çështë jemi tu lip, jemi tu lip domethënë, jemi tu lip shtëpi pa shtylla. Kjo është e palogjikshme. Qartë. Hoxhë, shpesh kur folim për namazin, kur hoxhallarët flasin për namazin, për të mirën e tyre, që mos me përfundu në xhehenem, që shëceke e parzit, ka plot, po du me e bo një paraleqkit. Shembull, shpesh kur ka NASA dhe një përparim zhvillimor, me çdo respekt, a kupton? Për shembull, shtesh kjo e fundit Artemis çka ke. A i dibe sa veta kanë postuar për Facebook, njerëzit në hanë, jo alo mirë me namaz. Njoni bile kish postu me do fshatrat e tovës, 3-4 xhamia kështu minare që vinë prej larg, vinë sigur me kanë afër ato. Atë xhamia shumë të bukura. Edhe kish postu atë. Këshira shqiptarët me çka mirën me xhamia me namaz, ndërsa bota shkon në hanë. Gjithmonë e lidhin namazin në çmimin ndaj muslimanëve me përparimin e nasës. A unë nuk njoh dëni përfaqësuesi nasës që ka fol kundër namazit, kundër Islamit. Ato e zhvillojnë veten, ecin përpara, apo kupton?
shqiptari kompleksum, njerëzit kanë shku në hanë, ju mirëni me namaz. Si e kështë komentu këtë? E di shka është me çuditshme. Oh. Me shku deri në hanë dhe apet mos me pa Zotin, kjo më e keqe se sa Allahu Akbar. mos me shku në hanë. Me shku me ta mundsu Zoti, me shku deri në hanë, edhe apet mos me pa Zotin, nuk ka budallaki më të madhe. Domethënë kush del ma keq. A jemi na që me kom tokë jemi te pa Zotin, apo ti që ke shku deri në hanë, po thëna kushtimisht, E që ka shku në hanë, Ade? edhe ti apet prej atje apet përsëri nuk e sheh Zotin. Kjo është turp për ata, nuk është turp për neve. Allahu Akbar. Për atë Allahu në Kur'an për disa njerëz thonë edhe sikur ta shohin Zotin ata nuk e besojnë. Këto ka shku në hanë, edhe për te hanës me shku atë, përsëri nuk e besojnë Zotin. Për atë këta nuk janë shembull për neve. Bile kjo është argument kundër tive, nuk është argument kundër neve. Allahu Akbar. Shumë e qartë. Kjo është argument për neve, ama është argument kundër ative. Me ta mundsu Zoti. Domethënë kish frytzu gjitha potencialet që ti ka dhuru Zoti, edhe ke shku deri në hanë dhe përsëri nuk e beson Zotin. Kjo është turp për ti jemi. Ama apet ata kanë shku në hanë. Po ki i kompleksumi i fshatërave të tovës, ose pa marrë parasysh, Këto janë tifos të verbër, çor, tifos çore janë këto. Këto janë ma keq janë. Këto janë ma keq, bile sikur kur thot pejgamberi sa thot njerëzit janë katër kategoria. Një kategori është që Zoti i ka dhënë nga pasuria e dunjos, mirë po është i shfrenum. Nuk ka dije dobishme. Ama i ka dhënë Zoti pasuri. Edhe nga mos ekzistenca e dijes dobishme, ai pasurinë e shpenzon në gjëra ndalume. Domethënë aty ku i prek dëshira, aty ai ndalet. Kategoria e dytë, do të Zoti thotë si ka dhënë pasuri, po si ka dhënë as dije. Çka thotë ki? Thotë me kon ti shakon si ai. Edhe unë kisha bo njetë sikur ki. Domethënë ki ngrati, të ngrat, domethënë këto tifozat të verbër, domethënë e arrin gjunojnë pa e bo gjunojnë. Do t'ju regjistrohet gjunoj, hiç pa e bo gjunojnë. Shumë e qartë. E kësi njerëz i kemi shumë, domethënë po. Është qërë që u qelë kjo temë, po du unë personalisht me vë thonë ative që në kanë trempentu dhe në kanë bullizu neve. Këshire, ato kanë shku në hanë respekt për ta. Ne kena shku në xhami, po ti as në hanë, as në xhami. Shkojmë me... jo, alo, po du mu nalë të qkjo. Bile unë e kisha thonë, Po, vazhdo. ndjenja atina që shkon hanë, është shumë e zhvillume, domethënë deshtja po nuk deshtja. Ai do të befasohet nëse ka shku në hanë. Po. Ai befasohet me mrekullitë e Zotit. Po ki me kom tokë, që thove ti as në xhami, as në hanë. As në hanë, as në xhami. Ki ka ndjenjat e vdekta. As truni si funksionon, as ndjenja si funksionon. Ki thjesht është një tifoz me si mshelën. Shumë e vërtet. Hoc, të xheneti pa namaz. Shumë du me sqaru shkitem edhe kam qef me dëgju mendimin tanë. Thave namazi. Thot Korani, thot Allahu. Mirë po, ka njerës, logikisht e parashtrojnë këtë pyetje, respekt për ta, andaj edhe dua opmi përgjigjen e duhur. Ato thënë kështu, në Gjermani nuk e fal namazin, po prodhon Mercedes, prodhon zhvillim. Amerikani nuk e fal namazin, po prodhon zhvillim të madh të hatashëm. Japani nuk motora prodhon. Kinezi nuk e fal namazin, po prodhon. E tjerë. Suno, kështu domethënë. Si u kishmi përgjigj, Suno. logjikisht Dunjoja s'ka fillu prej shekullit 20, e qartë. as prej shekullit 21. Zhvillimi nuk ka qenë vetëm tash. Edhe tash njerëzit që jetojnë në këtë kohë nuk janë model për të kaluarën dhe për të ardhmen. Për shembull na për fat keq na ka kap kjo kohë kur musliman domethënë janë me një periudhë që domethënë nuk janë model të zhvillimit. Mirë, po musliman kanë pas periudhë, sikurse periudha e ndelusit, kur kanë qenë shembull në aspekt fetar, po edhe në shembull
në aspekt zhvillimit. Kur kanë ardhur me studiu në fakultetet e muslimanëve e Evropës. Sot për shembull, librat e muslimanëve ku është shpik, janë shpik lond shkencore. Sot për shembull në universitetet me renome në Amerikë, në Evropë, në Perëndim, mirën si referencë. Ata e kanë folë namazin dhe kanë bo zhvillim në shërbimin e njerëzimit. Kështu, dunjon, Zoti ja jep edhe atij që don dhe atij që s'don. Që të do më nërë, po. Zoti nuk është i pa drejt. Edhe mas farsit namazit ja jep dunjon. Po jo be ja jep kredve ja jep. Edhe budallës ja jep. Po. Jo për nënshmim. E qartë. Edhe të pashkollumit ja jep. Jo për nënshmim. Gjithëve ja jep dunjon. Edhe mundësim për të zhvillu, ja jep aj që e donë, se Zoti nuk ja hup mundin asnjënit. Edhe aj që e shon Zotin për çdo ditë, nëse ai e jep mundin maksimal me kriju diçka, me shpik diçka, Allahu i jep sukses. Se Allahu nuk ja kthen njeriu me të njëjtën. Allahu nuk është i padrejtë. Ne jemi zemër ngushtë, kemi ato emocionet tona, intereset tona, kemi atë egoizmin tonë, kemi narcisizëm, domethënë kemi ato vetit tona të këqija, ama Zoti është plotësisht i drejtë edhe i mëshirshëm për çdo njëri. A ka mundësi me kon Zoti i mëshirshëm për një jo besimtar? Ka mundësi. Allahu e mëshiron një jo besimtar nëse ai jep mundin për të bërë diçka. E mëshiron. Edhe kjo është drejtësia absolute e Zotit. Mirë po, nëse ai ja ka vënë pikën vetës në dunjë, ai çati e ka pikën. Ai punon për dunjë, o krijt, ta jap dunjën. Zhvillimin mere. Ta jap zhvillimin bujrum. Po, ju musliman merrni mësim për këtina, se ju duhet me qenë si këta në aspekt zhvillimit. Mirë po, jo më javnu vetës pikën në dunjos si kur ki. Ka për te dunjos. Ambicie më të mëdha e xheneti. Ka është xheneti. S'të kam kriju për këtë dunjo, njërë. S'të kam kriju për këtë dunjo. Unë të kam kriju për diçka që është për te dunjos. Po, para do më thonë, nuk du të akuzojmë na vetë vetën. E qartë. Nuk du të akuzojmë na vetë vetën, pse na nuk jemi ata që zhvillojnë. I kemi arsye tona, pse na nuk na ka kap kjo pjesë e historisë. Mirë po, a kemi pas periudha tjetës ku musliman kanë qenë shembull për Evropën Perëndimin, po? Atëherë në atë kohë thu vallë, çysh ka funksionu ajo koncepti dhe perceptimi i njerëzve. Kur musliman kanë qenë shembull edhe në islam, edhe në zhvillim. A e ki qartë? Sot tash na jemi në këtë periudhë. Jemi të mirë si fetarë, si musliman. Mirë po s'kemi mundësia, si jemi të shtypt. Në nivel global jemi të shtypt. Shikoj musliman Palestinë. Prej kujt janë të shtypt? Prej atyre që e zhvillojnë botën. Kush i ndihmon ata? I ndihmon shtetet, do më thonë që ata me një farë mënyre prodhojnë, zhvillojnë, shpikin, gjana do më thonë që... Përparuara, shtetet zhvilluara, të përparuara. Po mirë be, ju jeni ata që ndihmoni genocidin. Këtu është një paradoks shumë i madh, do më thonë që duhet gjanat mi këshirë gjanë. Nuk duhet mi këshirë, se këshirum, çka është vlerë njerëzore? Vlerë njerëzore nuk është me prodhu këtë. E mora si shembull. E qartë. Vlerë njerëzore është këtë me shfrytzuar shërbimin e njerit. Allahu akbar. Sot pasuria e shteteve të mëdha ku harxhohet më shumë? Në shërbimin e njerëzimit apo në shkatrimin e njerëzimit? Shkatrimin. Atëherë me çka krenohen? Me çka krenohen ata? Me çka? Zhvillon për çka? Prodhon për çka? Sot ku harxhohet pasuria, domethënë, e njerëzimit në prodhimin e armëve. Për çka? Për të shkatruar njerëzit. Për të luftuar njerëzit. Atëherë domethënë nuk mujmë me çujt na zhvillim. Se nuk ka zhvillim moja. E qartë.
Allah i shpërblet, shkojmë me postimin e dytë. Ki postim shumë pëlqen. Diçish më kënaq zemrën. Falenderoj ziliqarin. Allahu mund të bëjë edhe zilinë e njerëzve shkak për të shtuar mirësi dhe shpërblimit. Unë kallëzova, Sunulla, unë këto postime i postoj varësisht prej situatave, inspirona, edhe du me thonë një mesazh. Do më thonë, mesazhi nuk është, qëllimi i mesazhit nuk është me kritiku dikan ose me nënçmu. me nënçmu dikan, thjesht me thonë një mesazh. Se ajo kalon pastaj harrohet. Po. Qysh është duaja e Ibrahimit e pejgamberit sa waja'alni mubarakan aina ma kunt. Shfrytëzoni momentet. Shfrytëzoni moment se ajo kalon më harrohet. Do më thonë, o Allah, bëm të dobishëm ku do që jam dhe kur në çfarë do veni që jam. Parat, nëse Allah ta ka dhënë shëndetin, shfrytëzoj shëndetin se nesër nuk e di ai ki. Nëse Allah ta ka dhënë inspirim, shfrytëzoje se nesër shpesh herë neve na ka ndodhur. Ka ardhur një ide për momentin se nuk e ke realizu. Edhe harrohet, mos shkon. Shkojmë. E vërtetë. Para do më thonë, para të dhe Zoti thot, wasari u nxitoni. Nxitoni se ajo nuk thehet. E pse e kam postu këta? Shpesh herë na kemi një defekt, muj me thonë, një defekt, nëse më lejohet me thonë, kulturor. Shumë e problematizojmë nëse e zbulojmë se dikush na ka zili. Në benet madhe. Dhe më thonë, na hupët apetiti, ketësomi, ndikomi, na prishët disponimi. Pse ma ka inati? Po pse ma ka inati, ti fillon tash me kultivu atë armiqësien. Në vazhdor, sikletosh. Po. Kjo është e vërtetë. Gjë e përditshme, ne e shohim këta, po. Edhe kum dashën me shëru këtë problem. Përkundrazi, kur tham kështu, nuk e tham që na të gëzohemi kur ekziston ziliqari. Absolutisht. Jo. Po unë e tham që ai i miri, ai shëndoshi, ai njeri me vlerë, mos ndikohet nëse arrin me kuptu kush e ka zili. Përkundrazi, qëndro dhe më i qetë. A di pse? A di pse kum thonë këta unë? Po? Ka dy ftira kjo. Ftira negative është se ziliqari është duke armiqsu Zotin. Allahu Akbar. Që është negative, që është shumë keq për ta. Ziliqari është nuk pajtohet me vendimin e Zotit, me caktimin e Zotit. Dhe kjo është shumë negative për ta. Kundër Zotit është. Kundër Zotit është. Dhe më thonë, kundër Zotit, për atë që Zoti ka caktu për ti ose për mu. Shumë e qartë. Edhe para mendo Zoti se si ka mundësi për shembull me bë sebeb zilinë e tina e që me t'i shtu të mirë atije. A di kështu për me kuptu ma thjesht. Për shembull ti Sunulla, ja ke boni të mirë Alis. Edhe unë ti tham, i ki ato arsijet e tuja pse i ki bot mirë, një të mirë Alies. Edhe unë tash ti të armitsoj. Unë ti të armitsoj. Qërëm, shembulli më i lartë i takon Zotit. Absolutisht. Se nuk është ki shembull për me kuptu këta. Me thjeshtëzu me kuptu. Me thjeshtëzu për me kuptu. Tash unë ti të armitsoj. Me një farë mënyrë të tham, pse beti i ke një mua Alies? Pse, ama ti ki arsije shumë pse e ke boti atë vepër të mirë. Atë shtot vullneti edhe më shumë ndë Alies mi ashtu të mirët. Shka thuti? Që për i nati ona... Kjo nuk i takon Zotit. Po, e qartë, e qartë. Edhe qka, unë e prish raportin me tije. Kjo është me e keqë. Qka thuti? Abe kesh të mendu mirë për tije, ama që ishbe ti me më thonë kështu mu, pse unë i kum di mu Alies. Po tja, qatë zemër prisht kanë. E po që tash ki me po, në ala kam i një mu Alies. Me një farë mënyre. Me një farë mënyre, zilia e ziliqarit bëhet shkak që Allahu mi ashtu të mirat personit që ki ka zilia tina. Parat, nëse, Allah i në largoh prej ziliqare edhe i shëroft Allah i ziliqartë, nëse kjo ajo është shumë e keqe për ta. Për ta është se kjo është një prej mëkateve të mëdha, madje
me zili mundesh me prek edhe ato vijat e kufrit. Se ti po e kundërshton Zotin me një farë mënyrë. Një si iblisi. Po si iblisi janë ziliqar, domethënë, iblisi vazhdimisht e kultivon zilin. E para domethënë, nëse dikush na ka zili, nuk duhet mu shqetësu, nuk duhet mu ndiku ose me prish disponimin. Përkundrazi thuj elhamdulillah. E kam Allahun i cili është në mbikëqyrjen teme, i cili mi shton të mirat. Mirë, po në të njëjtën kohë duhet me bë dua që Allahu ziliqart me i shëru. Mos me bë dua kundër ziliqarve. Po gjë. Po vazhdo. Se njeri duhet me kon, ndonjëherë Zoti të sprovon me ziliqarin. Po. Me pa veten ti çish me reflektuam. Për atë mosu se na shpesher viktimizomi. Që ki mu ma ka zilia, ma kështu. Ai edhe unë jemi ndër Zotit. Ai, ti edhe ai, jeni në mbikëqyrjen e Zotit. Ndonjëherë Zoti sprovon me ziliqarin, që ti me pa veten, se ti çish ki me reflektua. Do të jesh zemërxhan, apo do të viktimizohesh edhe tash ti me fillu ti me bë dua kundër tina. Jo, mos bën kështu. Viçë kum vërejt hotë që ziliqart nuk kanë sifate të mira tjera. Për shembull, e kanë edhe frikën, janë frikacaka. Unë personalisht du me nda një përvojë teme të vogël lidhe me podcastin. A di pikurel zilia ti? Po. Domethënë esenca e zilis. Prej lakmis. Rat duhet më rujt prej lakmis. Shumë duhet më rujt prej lakmis. Se lakmia është, domethënë, çelësi i zilis. Është çelësi i zilis, është çelësi i paragjikimit, është çelësi i armiqësisë, është çelësi thjesht, diçka është zilia. Zilia ta prish raportin vertikal dhe horizontal. Ziliqari në rend të parë e prish lidhjen e tij me Zotin. Se lakmon. Domethënë nuk kanë i kënaqur me ata që Zoti ka caktuar për ta. Lakmon me një farë mënyre, çka do të shef lakmon. Kjo është smuje. Domethënë lakmia dhe burnia nuk bashkohen asnjëherë. Lakmia dhe imani nuk bashkohen asnjëherë. Lakmia dhe vetitë e mira nuk bashkohen asnjëherë. Kjo e para. E dyta, lakmia e prish atë marrëdhënien horizontale me njerëz. Lakmitari kur një herë nuk don me u marrë vesh me njerëzit. Lakmitari nuk don kur një herë me menu mirë për tjetër. Lakmitari asnjëherë nuk ka shtrahat. Domethënë është çelësi këtë që dhe lakmitari me do e mos ka me po zili. Domethënë këtu e ka atë zanafilla. Për atë duhet me lutë Zotin që Allahu na ruaj prej lakmis, se lakmia është e keqe edhe sjell shumë dëm në jetë, po. Hoxhë, ndoshta mendoj diçka personale, ndoshta është mësim, bëhet mësim nëpërmjet këshillave të juaja. Unë podcastin që 2-3 vet, kupton, edhe me këshillat hoxhallare se sono marrë një podcast auto. Më shkruan njëri në TikTok, në privat, me profil trenqë, më thot, deri dje s'ki pas patike me vesh, tash je bon dikushi, podcast. Aja zike se, unë tash jam ku me ditë shka, opton. O kjo është thjesht kamera, YouTube e TikTok. Ajt lakmon ti, e lakmon punën tane. Mirë po, këtë lakmie ka devijuaj, se për shembull, unë nëse shoh dikant se ka arrit diçka, unë du të me lakmu punë e tina, po pa e dëmtu ata. Me thonë, o Zot, bëm edhe mu si aj, ose bëjmë edhe më të mirë se aj. Ama, o Zot, jepi sukses, sa të shku mirë puna tina. Jo me profil trenqë me jo, ose me sha, ose me shantazhu, ose me fillu me nënshmu, duket njoft. Ose, e diçka është e keqja, për shembull, kjo është edhe një prej cilësive të ignorancës. Edhe kjo është një sifat i shejtanit. Shejtani, që i ka thonë Zotit, kur e ka urnu me i bo sejze, që i ka thonë, o Zot, që me i bo sejze këtina te ki kriju prej loqet, më ki kriju prej zjarmit. E në shpesherna e përdojnë me këta. Ave ti, s'ke pas pare, një par papuqe mi blet tash. Tash ki dalë podcast. E njeta. Si shejtani, dhe më thonë, ke lunë rolin e shejtanit. Vetëm në formë të insanit. Ave ti deri dje,
Ti e di kush e kon ti s'ka njoh kurkush kur u bane ti sa. Këto janë fjalë shumë trona. Këto janë fjalë shejtanit janë. Se shejtani këto fjalë i ka thonë edhe me një farë mënyrë po thot Zoti e ruju, mos i thuj këto fjalë. Se kush jemi be nami përcaktu fatet e njerëzve. A kon natë, dje, sot ditë është. Apo, dje natë, sot ditë. Nata në çfarë hapësira kon? Çfarë hapësira kon? Mes qiellit edhe tokës, apo? Të njëjtën hapësirë vjet dita. Kjo është i bën sikur se më thon, a be dita sot, po gjë natë ke? Çështu na thojnë? Po ti dje kur kush besë kon, sot u bone. A be kjo është, edhe druni është i thotë. Drunin që e ki në borë, për shembull nëse e ki një pemë, gjatë dimrit edhe vjeshtës, a i jep fritat e veta, si jep. Kur i fillon me i thonë fritet? Pranverës. Po mirë me thonë, po, me thonë ti drunit, shkaj ti marr ti këto frita, po dje par dje, akon i tha druni, pit njëti drun ti tash sot po shkon për Po merr frite. Shumë paradokse kemi na. Kështu, Allahu zemrat e njerëzve, edhe mendjet e njerëzve, edhe fatet e njerëzve, edhe sukseset e njerëzve, janë në dorën e Zotit. Na nuk ban mu habit, pse dikush prej në zero kam ri në kulm. Edhe me thonë, po qysh be ti, po qaj shka e kalon në zero, ka qenë Zoti. Edhe qaj shka e ka hip në shkallën 100, është Zoti. E ti e kundër Zotit. Po, ti do më thonë, tu pas ka bot qefi kur ka nakon shkallën, Qartë. e tash po të prishet qefi, me një farë mënyre, kurse ti menja ti e aj që tash pe vlerëson. Kush jebe ti me vlerëson njëre? Kush je ti me vlerëson njëre? Ose me thonë, abe ti deri djes s'ke ditë kur gjatë, ti sot bon është i meqë. Po mirë dhe, gjdo gjanë është qështu. Gjdo gjanë është qështu. Farën e qetë në toka, po, farë e vogël. Su kon kur gjanë? Kur gjanë sa konë, po ti be kur si e konë kur gjanë? Ti si e konë kur gjanë, ti kur gjanë hitë si e konë. Je konë një pikë e ujit, mas pikës ujit je bo gjak, mas gjakit je bo mishje, mas mishit je bo edhe ke dalë në fund, shë ke dalë? Mosë ban smotan me thonë. Bash. Pa. Jo një thësha. Shë njerë vetës, shë vetës, Po. mosu nuk ban me uhabit, edhe këto shpreje, këto janë shpreje të ignorancës, e që për fatë ke shpesher na i ndëgjojmë edhe në mesin e njerëzve që e janë sa do pak janë të uzrum, të lafe nuk banë mi thonë këto. Iqi që asë njerën, niqë. Se unë ati i thësha, okej, be hajde, tamam, ndoshta jam gabim une që po më ofendon me profil të njështë. Pse s'del me pi një kafe me mu, edhe të bisedaj. Nuk del. A di pse? Pse ai vetë është një vetëdijshëm që është gabim. Sikur më dosh me thonë jam të bëj zulibe. O suno. Për lakmitarin ban dua. Me lakmitarin s'mund shumë morr vesh. Mos u ndal në herë, mos e thirr as në kafe. Rastësisht nëse takohesh mirë, ama mos e thirr se ja shton edhe më shumë. E iriton lakmin e tina, që ai domethënë me të pas ti projekt me të bë dëm. Për lakmitarin ban dua, edhe para lakmitarit mos u shfaq shumë. Me u mundu mos mu shfaqem. Ose një thënie e ki shpërndar të Gjubran Halil Gjubran, shumë e bukur, ku thotë kështu. Një ditë do ta kuptosh se i ke harxuar çështet më të çmuara të jetës duke u përpjekur të përmirësosh imazhin tënd në sytë e njerëzve, që shohin vetëm atë që duan ta shohin. Po. Për fat keq, jemi qenje njerëzore, përderisa jetojmë me njerëzit, na ndikomi, ndonjëherë marrmi orientime të gabume pa vetdijen tonë. Tu mundu që me rujt raportin, po jemi kështu afat shkurt jemi, edhe na gabojmë, na jemi njerëz, sikur se na ka cilësu Zoti, jemi zaift, jemi njerëz që harojna, jemi njerëz që ndikomi, edhe i kena marak këto rezultatet, sikur se këto ushqimet fast food. Po. Për atë, mençuria e njerit edhe urtësia e njerit shifet në afat gjatësi. Po. Nështë ta muj me ta prish pak qefin sot, ama nesër me më thonë, vallaj, mirë më ka thonë betëria. Edhe kundërta, unë sot mujna me ta bot qefin, ama për afat gjatë, mundet më kriju një armitësi që shpesher ka ndodhë kjo. Me dikan që je mundu mja
me pas hatër, ama ti e din që nuk duhet deri në çat deregjim me bë hatër, po hajt i kim shelësit. Kjo të ka kushtu shumë. Të ka kushtu. Në afat gjatësi të ka kushtu. Për atë shumë më rëndësi me mujt me mrijat pjekurin e mos ndikimit, edhe mos me orientu veten në bazë të emocioneve. Unë të kam shoq, unë të du shumë ti, ama nuk ka shështu. Nuk ka shështu. Unë të kam shoq, të kam kështu, ama unë nuk e ndroj atë qëndrimin tem që është personal i jemi, që lidhet me mu për tije. Falë, ma ban halal. Se Allah o kretëve nga ka kriju të lirë. Unë e di që ka thamë. Shumë më mirë është nëse nuk gaboj. Tash kjo është nëse gaboj, po gaboj unë. Nëse e qëlloj, e qëlloj për shkak të asoj që e kam lexu. Më mirë me gabu me mendjen tonë, se sa mi atë qëllu me mendjen e tjetër kujna. Më mirë gabu me mendjen tonë, edhe kupton që ki gabu. Se sa mi atë qëllu me mendjen e tjetër kujna. Se mi atë qëllu me mendjen e tjetër kujna, një ditë kimi ra pishmoni pse e ke baqë, pse e ke qëllu. Ama një ditë për gabimin që e ke bën me mendjen tonë të lirë, kemu vetë disu edhe kemu kërrigju. E kuptove se në. Shumë i qartë. Për atë duhet gjatë jetës me u vetë zhvillu edhe me i pa ato ndjenjet e tuja, ku jetu gabu, ku ja ke qëllu, ku sa shdasht dikujna, dhe më thonë, dikan me ngrit edhe qatë s'duhet, duhet me pa se hatri ndaj atina ishte kon gabim, se e kum dëmtu veten, për ata shumë rëndësi me kon vetvetja, sepse Allah na ka kriju unik se cilin vetveten. Edhe mundoj me kon vetvetja. Vallaj, kur t'jesh vetvetja, do t'jesh me i respektum, do t'jesh me i vlerësum, qashtu që shije. Pa, normal, do më thonë. Jo i shfrenum. Absolutisht. Ama me rëndësi është me kon vetvetja. E ki po bedo druna, sa t'lakumjen, ama qështu heshëm është. Edhe e mere e qëtë si dekorëm. Se qështu është. Po, keni këtë. Si të munosh. Që të e një drumë, që të mas. Si të munosh me ndryshu, e hupat originaliteti. Edhe e merë du të me gjytë në bërlok, ma. A më shumë mirë këtë, të thënja, përpjekja që ta përmisosh imazhin të në sytë e njerëzve që shohin vetëm ata që duhen ta shohin. Po. Ato shohin gjë. Jo, njerëzit kanë qef, jo mu duk ti që shdojnë. Njerëzit kanë qef mu duk ata që shdojnë. E vërtet. Po. E pse mu bone kukla jote? Po. Jo bes nësë dytë mu bo kukla e kërkujna. Po dhe? Unë kam u bo që është të që jam. Shumë këshillë me vend është kjo. Më thonë, ti mundoju me mbet që është që shije. Se jeta nuk është sot nesër. As një javë. Jeta është, mundë të zotin me t'i thonë 100 vjetë. E vërtet. Se kur të fillojsh ti me kon imazh i qefeve të njerëzve, atër kur kime mëri me kon imazh jëtë? Kur kime mëri ti me kon ti vetvetja? Unë e bilen, se dhja është në renda dhe që e statusi, unë e kumë thonë, edhe një status e kumë shujtë, disa njerëzi nuk më dhimen që vdesin, sa më dhimen që vdicën e nuk e njofën vetën. Kjo më e keqë. Dhe më thonë, nuk ka ku një farë orientimi. Brenda javës e shef kështu, mas një javës e shef ndryshe, pas një javë e shef ndryshe, sa i ndikohet, e ka qitë trunin e vetë, edhe shpirtin e vetë, dhe më thonë ndorët njerëzve, dhe njerëzit e përpunojnë që shdojnë. Jo, me kështu zvan me ka. Shpirti është ekskluziv i Zotit, ta kalon në dorë ti je, edhe mu ma kalon shpirtin tem edhe menjën tem, edhe shpirtin tënde kalon dorën tonë edhe menjën tonë.
Na duhet me konë shërbimin e një tjetrit. Mirë po jo me ta vjet shpirtin edhe mendjen që me ta përpunu që shkam qefun. La ikrahe fi din me ka thënë Zoti. Çka do më thonë kjo? La ikrahe fi din, nuk ka dhunë, mos impono. Mos impono. Ti obligimi jot është me i shpalos argumentet, faktet. Edhe mënyrën e qasjes që e ban. Do më thonë na nuk imponojna. Se funi s'm ka çuve Zoti mua ekzekutiv këtu. Tash ti unë nëse nuk menon çish menoj unë, edhe hajt tash unë ti me të armiqsu. Jo, vazhdo. Vazhdo dha mart koftën. Po. Me pas mundësi me të nimu, apo të kam me të nimu. Ani pse nuk menon jetë sikur unë. Kjo është fe. Kjo është kulturë, kjo është edukat, kjo është njerëzillëk. Po për fatkeq, domethënë njerëzit domethënë mundohen me i vjedh se kjo është vjedhja më e madhe. Nuk është me i vjedh parë dikujt në xhep. Vjedhja më e madhe është me i vjedh mendjen e njerit. Domethënë me i ndërhin mendje që ati më ia vjedh dhe ti më ia përpunu ç'i don ti. Jo, kjo është vjedhja më e madhe. Shkojmë me statusin e 5. Keni postu kështu hoç, karakterin e vërtetë të njeriut e kupton nga mënyra se si flet për të tjerët, jo nga mënyra se si flet për veten. Është shumë më rëndësishme. Po. Këto janë Unë kështu unë ashtu. Fjala unë është fjalë e djallit. Burimin e gote iblisi. Si të thoje njeri unë, shëllë dhe më njerë. Në më thonë, aje e vënoj veten në peshore edhe të kallëzoj me një farë mënyre sa ki liko. U kri, u sos mune. Si të thoje njeri unë, u kri. S'ki nevoj as me u thu me ta, s'ki nevoj as Allah zhveresh me po me ta. Njeri vlerësohet qysh i vlerëson njerëzit. Kështu ka qenë metodologjia e pejgamberit, empatin. Më thonë, pejgamberi e ka pas shumë zhvilluar empatinën. Ka ditë mi arsjetu njerëzit, ka ditë mi kuptu njerëzit. E ka kuptu gjendjen e secilit. Më thonë, për çdo njonin ka po ka ditë me paraqitat atë fytyrën pozitive të njerëzve. Për shkak ka thonë, çish është a ditë e pejgamberit? Men me i lejk, nem me fik. Ai që i përgojon tjertë të ti ka me të përgoju të tjertë. Aha, ditë ka në kanë se po në ditë. E si thonja e ku më dëgju shpesh. Kush përgojon të ti për tjertë, edhe ti ka me të përgoju të tjertë. Sa ja ka sifat këtë. Edhe kjo është rregull, ashtu në. Kjo është rregull. Këshire njeri qysh flet për njerëz, qysh i arsjeton njerëzit, aja është ashtu. Aja është. Për sa ka thonë pejgamberi sa, kur ka ardhur një njerëz te pejgamberi sa, kur ka thonë heleken nas, u shkatru njerëzit. Çka ka thonë pejgamberi sa? Ka thonë ai është më i shkatrumi. Ose ai ka shkatru. Domethënë ka dy versione. Kjo është nxjerr për hadithit. Domethënë ai është më i shkatrumi. Ai i shet njerëz vetëm zi. Aja është e zeza fillon prej atina. Kjo është domethënë njësia matse më e mirë e njerit. Këshire çish fol për njerëzit, çashtu është. A di pse po keq jo. Se ju nuk jeni i njohur për satir gjatë ligjerimit. Për shembull, Hoxha Metuçi përdor shpesh satirë. Ju nuk jeni i njohur, ama të çki postim ka satira ata shumë të mëdha. Keni postu kështu, mosha ideale për një martesë, pa probleme është 80 vjeç. Ai nuk sheh, ajo nuk dëgjon. Dhe kështu jeta pa probleme përfundon. Po kjo është një përkthim e lexova, edhe më interesant. Mosha ideale në moshën 80 vjeç. Po. Për shembull, nëse fillojna çdo sen shka e shohmi,
me vënum peshore, sidomos në ato lidhjet në jetën bashkëtorë, atëherë kjo do të jetë problemën. Po shka me e keqe? Këta e morin si arsye këto tritë e sodit, rinia e sodit. Jo bes smartona se po ndëgjoj probleme, që filoni problem ka, ai filoni problem ka, sidomos tash në kohën e sodit, mo tash veç ke qemi të ni. Une nuk pajtona me këta. E keqja po promovohet më shumë, ama ka dhe shumë të mira që mbesin pa promovum. E mira nuk po promovohet qatë sa duhet, se me u promovu qatë sa promovohet e keqja, na do të befasomi për smiri. Para do më thonë, rinia e sodit, të rritë dhe të rejat, po ndikohen prej problemeve. Do më thonë, e keqja ban zhurë më shumë. Në një farë mënyrë. Edhe të rritë po ndikohen. Jo bes për martona se ka probleme. Jo bes për martona që se e te po filoni u martu, u nda minjerë. Filoni u feju, po mirëve, po sa tjerë janë martu dhe janë alon martesë. Shumicën. Po të në shpijen tonë e ki problem, po të e ki pove në herë kur qohësh për gjumit. Qohësh për gjumit, den në pasqira, no? Edhe shef, edhe vetja s'do këtë. Normal be kjo është, shumë është normal. Nëse do pa probleme, një martes pa probleme, më prit. Bani 80 vjet. Bani 80 vjet, edhe mere një 70 vjeqare, 80 vjeqare, ti s'nin, ajo nuk shef, ose e kundër ta, edhe, se vetëm qashtu ndryshës nuk shkon. Po, abe jeta prej në kona Ademit Alesame ka pas problemet. Ademi Alesame ka fillu se efte probleme me grune vetë. Për me na kalzu neve, që jeta bashkërtora është pa tjetër me probleme. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pas. Krejt be njerëzimit, po pejgamberi nuk ka koni preashtun për njerëzimit. Për kundrazi domethënë. Bile në disa probleme janë konë qatë banale, për me na kalzu pejgamberi se kjo është pjesë e jetës. Ama duhet njeri me pas mishtribe, tash. E ke pa, e di që janë problemet e jetës, ose problemet bashkërtore. E ke pa tash në rrugë këto pengesat që i bëjnë? Po, policë të shtriri, thëjnë. Po, polici i shtriri tash, nuk e di. Edhe të vjend, ke dash marrë, pite shpia, ke dash marrë këto, në studio. Sa pengesa ke pas? A e nalë të pengesa? Bravo. Ose a ke thonë për shemë, jo be s'po shkoj se ka pengesa në rrugë. Jo be i ke te kalu pengesat. E ke nalë pa kere. E ke nalë kerin pa, ke kalu, u krije, u sos, vjen tjetra, edhe tjetën e ke kalu, edhe ke mëri këto. E njëta është... Shumë shembull i bukur. E njëta është edhe, jo vetëm jeta bashkërtore. Çdo proces i jetës është kështu. Domethënë, na nuk ban mos me fillu procesin për shkak të pengesës, se çdo proces i jetës e ka pengesën, por e ka mundësien njeri me te kalu, që atë nuk ishte ka në dunja kjo. Mos me pas pengesa, atë nuk ka dunja. Atër ku është sabri, ku është mençuria, ku është pjekuria, ku është urtësia, ku janë, domethënë, atër u ka dorë Zoti drejt në xhenet me na çu dhe pa probleme me jetu. Shumë qartë. Mosha ideale 80 vjeçare. Po, për këta që shohin veç pengesa. Veç pengesa. Bile unë e di çka ju tham zonë. Unë ju tham, ju hiç mos u martoni. Ju që shihni jetën veç pengesa, hiç mos u martoni. Barëm tjerëve mos u bëni. Po, hiç. Telashe. Po, mos u bëni telashe dhe mos folni. Po. Mos u marto, u kriju sas puna. Ama mos e merr si arsye, se nuk ban mu martu për jo, ti i dështum. A ki po për shembull në shkollë, su mësoj, u kriju mos u regjistro. Do të regjistro tjetri. Tjetri. Ti mos u regjistro, u kriju sas puna. Ama mos rritë dera ti të shkollë, dhe dera e shkollës, mi u thonë qerva më tonë, mos shkoni me mësu se është shumë ranë, se ka pengesa, se duhet mu qunë sabah, duhet me marrë libën, jo. Kjo vlen për ti, hik largoj ti. Vje që tërkush, po. Postimi 7. Kjo më ka pëlqi shumë hoqë se gjatë kur ishit në Umre, e kështë postu një foto me mësuesën të ndë. Po. Edhe kështë shkruaj kështu, me mësuesën time e cila më mësoi të shkruaj dhe të lexoj nga klasa e parë.
Pati im është që së bashku me të jemi në vendet të bekuara duke kaluar çaste të bukura në adhurim. Po, Më pëlqej shumë, e di si ja kishe dediku po. asaj që ti ka mësu shkronjat A, B, C. Unë e përshëndes mësuesën prej këtij emisioni. E lutë Zotin e Madh që Allah t'i jep shëndet, Amen. e t'i jep mirësi. Nuk ka rasti dikush me t'i mësu shkronjat, edhe nuk ka rasti që dikujt na ti më mësu shkronjat, se prej ati ka fillu gjë, prej shkronjës parë, prej shkronjës A, B, C, domethënë kur kemi fillu me lidh shkronjat e me mësu shkronjat e me fillu me lexu, dhe derisa kemi mri aty ku kemi mri, aty ku Allah na ka mundsu. Edhe çka është më interesant, mësuesja pas një kohë domethënë ka fillu me lexu Kur'anin. Mashallah. Edhe unë e kum dëgju, për shembull, më ka thirrë në telefon, Po. ose kum shku e kum përcjell, për shembull. Faktikisht nxënës ju bën Po, mësuesi. Ajo mi ka mësu shkronjat e gjuhës Shqipe, po. Domethënë, kurse unë e kum dëgju, Po. edhe e kum korrigju, për shembull, gjatë leximit të Elifit Kur'anit. Elifit ose Kur'anit. Por edhe ajo më e mira që ja kanë, që është një dhuratë për mua, Allah më mundsoj që t'jemi edhe bashkë gjatë umrës. Domethënë ti shërbej një mësuese e cila më ka shërbit në moshën e fëmirisë. Edhe kjo për mua ka qenë një dhunti. Domethënë, unë e kum pranuar domethënë si një dhuratë prej Zotit, që ti shërbej atij një personi, një mësuese, e cila domethënë ajo në kohën e tina, në kohën e saj, ajo ka bos shumë durim me neve, na ka eduku, na ka mësu, në një farë mënyre ka qenë edhe mësuese, ka qenë edukatore, ka qenë edhe non për neve, sepse nona tona na kanë dorëzu ata. E kështu që na ju kemi shumë borxh ative, dhe me qysh thuhet një fjalë, kush më mëson një shkronjë, jam gjendje t'i shërbet tan jetës. Sa t'jetoj, jam gjendje me i shërbi. Domethënë, vlerësimi i shkrimit, vlerësimi i leximit, ose e keni rastin e luftës Bedrit. Pejgamberi sa kur i ka zonë rob luftën e Bedrit, çish ka qenë kurzimi? Kush i mëson 10 veta? Kush i mëson 10 veta shkrim lexim? Lirohet prej robërisë. Domethënë shkrim leximi. Është interesant si ka thonë Po. bënë musliman. Po, si ka thonë bënë musliman. A do më liru, po. Mësoja shkrim leximin edhe. Domethënë vlerësimi i shkrim leximit është aq i madh saqë Allahu na ka treguar nëpërmjet ajetit parë. Ikra bismi rabbikal ladhi khalaq. Lexo. Në emër të Zotit i cili ka kriju. Po, që mësina këtu, po du me të vetë. Se ne e dina se vapin, çështën e se vapit, po. Mësuesit dhe arsimtarët në shkollë fillore, që i mësojnë nxënësit me shkru edhe me lexu, a kanë se vape? Qysh mëre nuk kanë se vape. Qysh nuk kanë se vape. Kurse çdo gjë fillon nga shkrim leximi. Qysh s'kanë se, po ta jep çelësin e suksesit. A ka mundësi ti, domethënë me bë diçka nëse nuk di me lexu dhe me shkruaj. Ti është një krijesë, veç formën e ke insan. Ama ti faktikisht nëse nuk di me lexu dhe me shkruaj, ti s'ki ku një farë vlerë në jetë. Pra ata janë me fat, se janë të fitu se vape shumë. Po ato janë jo shumë, nuk matët se vapi atyve. Domethënë nuk matët se vapi atyve. Se domethënë çelësi i çdo suksesi fillon nga shkronja A. Fillon nga alfabeti i gjuhës shqipe. Fillon nga dia bazë. E dijen bazë kemi marrë në klasat e para. Klasën e parë, 2, 3, 4. Domethënë. Edhe çdo zhvillim, çdo ecuri pas kësaj, jo vetëm nëse për shembull ke mësu 4 vjet me një mësues ose me një arsimtar, edhe pas asaj ke kalu domethënë te një arsimtar tjetër. Çdo zhvillimi më të keq. Shpërblimi i kalon arsimtarit ose mësuesit. Para domethënë për arsimtarët, për mësuesit. Domethënë na duhet t'i kemi sesi të ballit. Duhet t'i vlerësojmë shumë. Për fat keq jemi me një kohë domethënë ku ka ra ajo niveli i vlerësimit
Sa që Çka është më e keqja dhe shkojnë i kërcënojnë po, kjo është më e keq që këto na për çdo fund vitit shkollor, domethënë mundomi me vedisu xhamatin e popullin që të kemi kujdes, nuk ke drejt me shku mi thonë arsimtarit, profesorit, domethënë ti prej notës nish jepja 5. Kështu na kemi shumë kështu, për fat keq. Kemi shumë, edhe kemi ankesa shumë. Po. Atëherë, qysh dojmë me esna përpara, qysh dojnë na mu zhvillu, qysh dojnë me pas një zhvillim të mirë, një ardhmëri të mirë, një rini të mirë, me kështu zbat. Ai që nuk ka njerëzi, nuk ka as fetari. Njerëzia mbi të gjitha, qëndron në kuptimin dhe zbatimin e urdhrit hyjnor, mos i harroni të mirat e njëri tjetrit. Po fetaria është njerëzi. Pse kam thonë këta? E kam thonë prej asoj që e kam pa të njerëzit. Sikurse Ngrej pak mikro. sikurse e ndan fetarizmin prej raportit njerëzor. Fetarizmi është raport njerëzor edhe raport njerëzot. Po. Për shembull, dikush për me kuptu ma qartë. Dikush falet, po kur del prej xhamisë ofendon. Dikush falet, kur del prej xhamisë bën si jo normal. Dikush falet, po kur del prej xhamisë në biznes i bën 100 probleme, 100 dredhia. Dikush falet, edhe shpesh herë kam thonë këta. Dikush falet, po me veturën e tina bën zullum. Ose, do më thonë tash mos t'i numëroj kretën. Sikur se ai e ndan atë adhurimin prej raportit njerëzor. Jo, o i nderuam. Allahu në Kur'an thot inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Namazi është adhurim që e përmirëson raportin tan mes teje edhe Zotit dhe mes teje dhe njerëzve. Dhe në çdo proces, nëse nuk e shef ti namazin tan, reflektimin e namazit tan, atëherë pikpyetja do të pranohet që ai namazit. E mora si shembull namazin. Po. Domethënë, çka është sekularizmi? Çka është sekularizm? Me do fen prej shtetit, apo? Po. Po shpesh herbe ne dojna fejen prej jetës tonë reale. Apo? Domethënë, sekularizmi është ligjet e shtetit janë diçka tjetër, feja është personale, apo? Po na në jetën tonë individuale, në jetën tonë, ne kur përmenet sekularizmi irritohemi, apo? A ki nuk e shef ingrati se vetë është sekularist, me një farë mënyre, se e ndan tashki. Sjelljen e tina e ndan prej adhurimit. Po adhurimi është sjellje dhe sjellja është adhurim. Allahu në Kur'an i thot pejgamberit sa me të vërtet o pejgamber ke sjellje të mirë. Nuk i tha vallahi ti e fal namazin shumë mirë. Ti agjeron shumë perfekt. Ti e ke bëu haxhin shumë mirë. Çka i tha Zoti? Tha ti ki sjellje të mirë. Se sjellja jote është fe. Sjellja jote është namaz. Namazi jote është sjellje, sjellja jote është namaz. Kështu është. Nuk ndan njëra prej tjetrës. A mundesh me nda shpirtin prej trupit? S'u ndan. E na shpesh e ndajna kështu. Për atë edhe në këtë mënyrë shpesh japim edhe model të keq të tjerët, po çka është më e keqe këtë tjetri kur të ofendon, nuk të ofendon ti si person, të ofendon fejen. Ama kush bëhet sebeb me të ofendu fejen? Ti e që bëhet sebeb. E ki gjërë. Më thonë, na kemi përgjithësi si musliman. Me pas kujdes se qysh sillemi, çka flasmi, qysh veprojna. Allahu thot kështu, thot, mos i shani zotat e tyre. Se kur ti shoh zotat e tyre, ti bësh sebeb që ata me shoh zotin, apo? Apo? Allahu thot mos i shoh zotat e tyre. Edhe pse
zotat e tyre janë jo të vërtet. Sepse ti me këtë sharje, që realisht, po, jam të shoh të pa vërtetin. Allah thot mos e shoh të pa vërtetin. Se ai do të irritohet nga sharja jote, edhe do ta shoh të vërtetin. Apo? Po na shpesh herë me sjelljet e tona, bëmi sebeb, shkaktar, që tjerët me na i shoh fejen tonë. Edhe çka thojnë ana? Ja, se kipi kja është për xhelozisë e shoh fejen. Jo, ti u bone sebeb, çaj me ta shoh fejen. Për atë edhe ka qenë edhe dua e pejgamberit sa. O Allah, edhe dua e Ibrahimit alayhis salam. O Zot, mos u mbaj pasqyrë të keqe për tjerë. Mos u mban që unë jam sebeb që dikush të ma shohë fejen. Ti duhesh me kon shumë i kujdesshëm. Më thonë me sjelljen tonë, me veprimtaritë e tuaja. Nuk jemi të pagabushëm. Këtë gabojna. Na është shumë normal. Ama mos tjetë e zakont ai gabimi jot i përditshëm e kon shumë normal. Se na gabojna, edhe pse flasim, edhe pse promovojna të mirën, na përsëri kena me gabuar. Ama mos tjetë gabimi i qëllimt dhe i zakont. Ose çka është më e keqe, të jetë normal. Vallahi unë e fali namazin, ama s'ka lidhje pse vete. Unë e fal namazin, ama s'ka lidhje pse shajën. Unë e fal namazin, ama s'ka lidhje pse i ofendoj të tjerët. Kjo është punë personale e ime. Jo, kështu s'ban. Atëherë për çka falesh ti? Na nuk jemi, kjo është fe hinore. Feja ka zbrit me të bo njeri. Edhe shumë se vape Zoti i ka lidh me në shërbimin e njëri tjetrit. Për atë edhe thuhet një fjalë, e dini, është përdor shumë. Me hakin tem hajde, po me hakin e njerëzve mos hajde. Kjo është prej hadithit. Pejgamberi ka thonë, nuk ka me hi në xhennet as namazlio, edhe pse ka fol 5 kote namazit. Asaj që e ka bë haxhin, asaj që e ka xheru Ramazanin, asaj që e ka dhënë haxhin, që e ka dhënë zakatin, derisa të pastroni ju me zvete. Kanë e kjo ofendu? E kjo ofendu falanin. Kujt i ki bë dam? I ki bë dam. Jo, nuk të pështon më namazi. Hajde, pastroj ju tash. Me çka ki mu pastru? Me namazin tanë, se s'ki me pas pare. Para do më thonë sjellja, do më thonë e ndërsjell, njerëzore është fe. Kështu du të me pas, du të me po ndryshe. Do më thonë me koni dobishëm për njerin është fe. Me mendu mirë për njerin është fe. Adhurim. Me kon minimalisht i dëmshëm për njerin është fe. Qështu nëse nuk kuptohet feja, atër s'ki kuptu kur gjapi fejës. Ose shka është me e keqe, është sikur me një farë mënira është bo trend kjo. Po gjo, se shkoj, une numre, me umre i loj gjunat. Abes une i fali 5 kote namazët, me namazë i fali. Kjo është dalaver është. Shka është, kjo dalaver është me, i ti bo dalaver vetës. Ama të Zoti nuk smirët për logarike dalaver jote. Do të jep për ftire Zoti atë namazin të. E keqa se s'ja dojmë të mirën vetë vetës. Me një farë mënyre, bile dhe kum postu dhe njerë një post. Me dalaverë nuk shkot në xhennet. Hajtë mu më ban dalaverë, s'të marrë vesh. Ty Zoti mi t'i bo dalaverë. Zoti t'i bo. Kjo në luma e keqë është. Dujeve vetë vetën, duje vetë vetën. Ti si mos ta dojsh vetë vetën atër, kush ka me të dashti? Se kur ju thojnë njerëzve kështu, dyqysh ato ju dokot sikur se na jemi t'ja vështirësu atina. Po ti unë për të mirën tonë e kam. Se funi thë qafën. Nëse ti nuk e do vetë vetën, tërë unë shmuj me dashti jemë. Une vish muj me ta përkujtu, se qështu ti që ke zgjedh. Kjo është gabim. Kjo është gabim, mos shko kështu. Si jetu lodh kot. Jetu hargju kot, edhe në fund, për kot kime shkue kurkoniq. Vullneti për të krijuar konflikt është një dënim që shumë njerëz nuk e kuptojnë. Fërkaxhit. E ki pove dikush si hat buka pa bo diçka, pa bo nëj fitne,
Qartë. Ej, që kjo është dënim, Dënim për ta. por dënim për ta është. Kjo është bile sinjali më i mirë për me kuptu ai se e ti të shku drejt një dënimit më të keq. Allah i në rrit. Edhe në familje, e ki pa dikush për shemë. Ej, ka i la, ej, ta dhejze situatën. Pi kur gjojnë ti që? E ki pa për shemë, dul një hije, pse dul hije? Qështu be i kriju më është? Qështu e ka programu vetën? Ama i bon të azap, qështu. A i bon të azap. Rat edhe njëse Bon të nesh. azap, Bon të azap edhe ti të krijon problem. Sidomos nëse e ki në familje, për shemë. Ej, s'ki çka të i pi bësh. kur gjojnë ti që? E ki pa, pi kur gjojnë ti që? Ose, ej, naj fjallë, naj muhabet, naj... Abe, na nuk jemi perfekt. E qartë. Na muj me gabu edhe qëtu, ajte po, në emision. Ato, për shemë, prej një gjesti tanë, unë e muj me kriju një mendim negativ, apo? Edhe tash ta baj problemën. Jo be te i kaloj, unë nuk e di pale që she ke pas, se ke pas qëllim, te i kaloj situatat. Njëri mend shumë i te i kalon situatat. Për atë edhe kanë thonë, besimtari ser kërkon 99 arsye. Fetarisht, 99 arsye. Nas, jo nas një se nuk jemi në gjendje me gjetë një arsye, për me te i kalu situatat. Te i kaloj se, ser gabojun, ser gabon ti. Hajde gjykoj e vetën. Që ti kanë mu kop. Hajde gjykoj e ti vetën. Pse se gjykon ti vetën? Ama jo, ti sere e te i kalon vetë vetën. Po, ashtu që te i kalon vetë vetën, te i kaloj edhe tjetërën. Po. Ama më këshiri shtremp, anë i bese nashtas ku me ditë pale që shi ka ardha kon të menu diçka, ndoshta e kon në gjendje, në situata, ka përceje. Ama sum foli ti që ish mirë. Ka përceje se tja ja perfektia. Tja ser ki disponima. A ti ser ki vullnet me kon në top forma. Po ti sot je kon në top forma, ai nuk është në top forma. Ti nesër do dhe kundërta. E ki gjërë, sidomos në familje, pastaj edhe në shoqëri edhe, më thonë, duhet më mësu mi te i kalu situatat. Ose, a ndëgjova, së ndëgjova. A pash, nuk pash. Kjo më e mira. Nëse do në me konë rahat, edhe me dorë Zoti, edhe me të vlerësu Zoti, edhe me të donë sukses Zoti. Dhe më thonë, më i mirit e Zoti është ai cili munot mos me kriju konflikt. Kjo është, vallaj, nëse do me ditë kush është e vliabile, nëse njeri plotson çdo kushte, ta dishte që kjo është e vlia. Një njerë që do në vëq konflikt, o 24 orë në ta mu e kryen sejgje, Qartë. ki ka rrojt shejtanit ka. Se shejtani ka marra vish me dhej situatën. Edhe shka është më e keqja, mu rujt për ti. Po. Tjertë, se erdhë ki. Po, erdhë ki zirë, jo, kjo ka ndodhë dhe në kone për nga mesa. Po. Ka ardhë njoni, edhe ka thonë, e khula shirë. Më thonë, kini kujdes për këtina. Kini runëm, nëse ki tash. Nervoza është. Nervoza. Kjo nuk ka nervoz. Po. Kjo është ves i keq. Më thonë, ves që edhe ai nuk e di se shka është. Ai knaqët viç kur ta shef situatën të udhës. Për ndryshe ai në qetë nuk ka rahat. Kaksi tipa. Allah na rujt piktive njerëzve. Amen. Ama duhet me ditë nëse çat se Iran tish për njerëzit, çat se Irani je për njerëzit, çat Allahu ta ngarkon qafën tonë. Se ka dita. Po. Jo ka dita fillon piç atij momentit. Po. Hiç piç atij momentit fillon. Mos e prit nesër. Po. Parat atë çka më shumë ti e don Zoti. Është ai njerë që është i lehtë për njerëzit. Që din me arsjetu njerin, që është i lehtë për njerëzit, që fal, që mëshiron, që te i kalon, që janë momente gjykimi, kur do më thonë stagnon jeta jote. Ama shkam stagnon jeta jeme nëse tim ke këshishtra? Shkam stagnon jeta jeme për shemë nëse ti s'm ke busqesh?
kam stagnon jeta jeme për shkak se ti ke fol diçka. Jo, me jeta jeme vazhdon, mos s'mvaret me fjalët e tua, as nuk ndalet te fjalët e tua, as te çndrimi jot. Ka përse. Kalojam. Se ti përfiton. Përfitimi më i madh është domethënë tash me çet valutën e mos buzëqeshtjes tina ose çndrimit tina të gabume, ti fiton te Zoti. Po nëse nuk ndalesh taj, nëse ndalesh taj, të merr vala. Ama ka kësi njerëzit, sënë. E ka edhe në shoqëri, edhe në familje, ka. Janë tabiate, nëse më lejohet me thonë, se qish ka thonë Ibn al-Qayyimi, dhe më thonë, tabiatet e njerëzve shumë ngjasojnë me tabiatet e hajvanatit. E ki po në tabiati njerit është si tabiati I luanit. Tabiati i dikujna është si tabiati i dhelprës. Sikur se e kum postu dhe një status për shembull dikush i gëzon fitoret e dhelprës. Po. Ama vonë u bon. Vonë se më zesë ose më. Ama këtë heroizmet dhelpra i ka me pula. Po dikush, po. E dikush për shembull kur kall situatë, a e nin vetën hero. Që unë jam të kall situatën. Më të shkoj të bëmë, kush është? Ti dhelpër jam. Po. Me qartë. Edhe devja ka sifat ose i natin. Po, ka i natin e vet. Po duhet me kon se qyrëm na bart me shpirt për Zotit. Duhet njeri me punu me vetën. Që me pas shpirtin e pastër. Kad aflaha men zakkaha. Allahu Kur'an kështu ka thënë. Ka shpëtu ai i cili e ka pastru shpirtin e tij. Çka është me kon pas shpirtis i pastër? Nuk ka shpirti i pastër tash mi kishin njerëzit në vizor. Kush ka boni, kush ka tha, kush ja, kështu nuk është. Shpirti i pastër është ai i cili mirret me veten, nuk mirret me njerëzit. Nuk mirret me njerëzit. Mundohet me u shërbi njerëzve, me kon shërbimin e njerëzve, me i shëru ato fenomenet dhe dukurit negative, ama jo me i sulmu njerëzit, me armitsu njerëzit, me i shantazhu njerëzit, jo kështu. Këto nuk janë veti njerëzore. Këto janë veti shtazarake. Dhe postimi i fundit i cili shumë ka pëlqy shikues të nderuar. Këtë postim të cilin e ka nda me neve Hoxh Bedri Lika. E ai thot kështu. Shka kum shkretu, Një poet tha, nëse çdo të qenë që lej, po t'ja fusja një gur në goj, guri do të bëj aq i rrallë, sa do të peshoj me arë. Dhe më thonë, çdo të qenë që lej ham kundër nesh, me ja fut ka një gur në goj, guri ish mo i rrallë, kish mi shit si altan. Kjo është keq që është ka e thash më herët. Absolut. Na jemi krijesë e Zotit, jemi qenje e Zotit, dhe më thonë, tash edhe më herët, nuk ban më morë me njerëzi. Na duhet me ju shërbi njerëzve. Na nuk ban me armiqsu njerëzit, na duhet me kriju miqësi me njerëzit. Na nuk ban mu largu për njerëzve, na duhet me kriju afërsi me njerëzit. Na nuk ban mu e gërsu me njerëzit, na duhet me qenë të butë me njerëzit. Edhe nëse krehet kjo kthehet në të kundërtën, na nuk ban më marr me këta njerëz. Na nuk ban. Kjo është përcaktuar në adresën e tina, unë jam në adresën time. Vazhdo ti. Unë nëse nuk muj me drejtu ose me të korrigju, tash unë nuk ndalna në sharjet e tuja, se hargjoj kohë. Më thonë, me shtrenjë se guri është koha. Qartë. Koha nuk zban më marrë me tia. Hiq. Zban më marrë me ti. Tash, po të apostrofoj ti, mësë më këtë shkupta. Me njerës që në shajnë, kaloj. Me njerës që në ofendojnë, kaloj. Me njerës që në armisojnë, kaloj. Me njerës... Bile prej këtive mërë mësim. Vetë zhvillo. Le të reflekton pozitiviteti. Që shka thonë poeti. O bidit dihitu arefuleshja. Gjithmonë kur ekziston e kundërta, do më thonë
pozitivitetit i dihet vlera më shumë. Për shembull, dita dhe nata. Ditës ja dim vlerën për shkak se ekziston nata. Shëndetit ja dim vlerën për shkak se ekziston smundja. Pasurisë ja dim vlerën për shkak se ekziston fukarallëku. Domethënë edhe njerëzillëkit duhet m'ia ditë vlerën dhe mi kultivu ato vlerat njerëzore kur na dalin këta gjatë rrugtimit tonë. Në herë me pa vetëm i thonë elhamdulillah, o Zot, që s'm ke vakci. O Zot, udhëzoje, ama tash pe kuptoj se sa shumë ke begatu, o Zot. Që nuk jam si ki. Para më t'i shakon si ajune, në çfarë azapi shakon. Edhe, domethënë, kjo është për një urtësi, sëna. Se shpesher na thash, atë shka e thash edhe më herët. Kur gjë nuk ka rastësi, sëna. Edhe ajtë që të shanë, Allah e ka çu për diçka. Për m'ia ditë vlerën vetës. Për mu korrigju ti më mirë, mu bo më mirë. Për me vlerësu ti vetveten. Për me esti përpara, jo në të kundërtën. Jo me ra prej e atina, prej e fjalës tina, prej e sharjes tina. Jo. Mëso prej tina. Domethënë, kufri pse ekziston? Për mi ngrit vlerën e imanit. Absolutisht. Ose mos kishte kon kufri se kishmi ditë vlerën e imanit. Mos ishte kon xheneti. Mos ishte kon dunjoja, se kishmi ditë vlerën e xhenetit. Allah na ka çuar në dunjë, edhe ne ka përshkruar xhenetin. E që na e kemi ëndër xhenetin me vlerësu më shumë, se Allah nuk na ka kriju për dunjë. Andaj, Allah nuk na ka kriju me rënë ndikimin e njerëzve, edhe sharjeve të njerëzve. Kaloj, merë mësim prej asajna, veç mësim merë prej asaj, edhe hec. Ama mos u ndiko. Sa i do të zhdukut vetë nëse nuk përmisot? Hoq, para se ta përfundojmë, i kam edhe 3 pika, nuk çloj qatë shkollaj me shku. E para, po du me komentu, është një foto gjatë vitit 2001, gjatë UÇK-s me komandant Telin, qarkullan në për rrjete sociale. Bashkë kisha dasht një koment nga ana juaj për Lefterin, komandant Telin, si ishte, është interesant edhe për shikust. Allah e më shirofte në bashkoft me të në xhenet. Amin, Allah e më shirofte. Dëshmorin e njohur, komandant Teli. Si çdo herë shqiptarë dhe më thonë e kanë dëshmu vetën në kohën kur ka pas nevoj kombi jonë, vatani jonë, populli jonë. Edhe 2001 ishte një kohë dhe më thonë ku unë ngritën ndjenjët edhe ju përgjigjen thirrjes, dhe më thonë. Sa vjeçar ke qenë atëherë? Atëherë kam qenë as 20 vjeçar, s'kam qenë. 19-20 kështu. Kam qenë studime. Unë shpesh herë tham ai që është përgjigj luftës për t'i mbrojt drejtat e veta, do t'i vjen turp të krenohet. Na nuk duhet mu krenu se jemi përgjigj thirrjes për drejtat tona, për vendin tonë. Nuk duhet mu lavdru e ki fjallë. Nuk duhet mu lavdruam. Se krenor gjithsesi. Po, deshta të tham, nuk ban mu lavdru ose me u krenu ma shumë se sa duhet. Po. Kjo e di që shi vjen sëna. Ti punon për shtëpinë tane, punon për familjen tane, për shtëpinë tane, edhe i lavdrosh shkojshies i thu, a ti besa shumë punojnë për shtëpinë teme. Po mirë dhe për shtëpinë tane të punu. Të punu për mu? Po dhe ty për veti të punu. E ki qartë. Për veti ki punu. Edhe puna e luftës, që shpesh herë po kish përdorë. E mu më vjen edhe turp me fol edhe marë me fol. Kjo i bjen jetë. Unë jam përgjigj venit teme, shtëpisë teme jam përgjigj. Tash dikush ka ardhur, dikush s'ka ardhur, dikush është përgjigj, dikush si është përgjigj. Po njëta tash në shtëpi këtë njët nuk punojnë. Dikush punon më shumë, dikush më pak, dikush. Na kemi pas fatin, unë jam konë në studimin atë kohë. Edhe kur filloj, do më thonë, ke vendimi jonë, që ti përgjigjim e thirrjes. Çka është më interesant, sunone për herë të parë, kur kemi mrinë Likov, për herë të parë, njërën e parë e kum po teli. Po, subhanallah.
edhe nëse më lejohet me përmend, Pa tjetër. edhe komandant Hoxhën, Xhezën. Agën Gjeze për shëndesmi. Gjematli i regull të Xhamia Uhudin Dijonsk. Dytë, për herë të parë nuk i kam njoftën Pa dhe ba. as komandantin, as telin se kam njoftë kush janë, në fakt. Për herë të parë i kam taku ati. Edhe për herë të parë kam hip në kerin e telit. Domethënë kemi shku deri te aty ku është dash me shkue. Domethënë vetëm se në kohën e mëngjesit ishin ato granatimet. Edhe gjatë qëndrimit tonë sa kemi qëndru, domethënë disa herë kam pa, jemi taku me telin. Kemi bisedue, jemi pa. Domethënë teli akon i jashtëzakonshëm, teli ka pas një potencial shumë të veçantë. Ka qenë njëri shumë i dashur, interesant. Edhe unë jam dëshmitar që e kemi fal bashkë me ushtarë tjerë, edhe teli ka qenë bashkë me neve në namaz, ka fal namazin. Tash unë se di që çfarë bindje ka pasaj, po ai është fal me neve. Ka qenë shumë i dashur, interesant. Ka qenë shumë dinamik. Edhe çka është më interesant, edhe daljen kur e kumban prej pjesës Kumanovës, kur u përfundu lufta, u bë marrëveshja e Ohrit, domethënë u bë armë dorëzimi. Ai që na ka përcjell deri në kufi me Kosovën, përsëri ka qenë teli. Po. Për Shqipërie? Po. Ama i... Po. Domethënë takimin e parë që e kum pas me telin. Kjo ka qenë rasti. Po dhe ba. Edhe ditën kur kemi dalë, domethënë kur është bërë marrëveshja e Ohrit, është bërë ndërzimi e sen, ai që na ka sjell deri në pikën kufitare me Kosovën, me disa vëllezër tjerë, domethënë kemi qenë në xhipin e telit. Domethënë kanë qenë disa takime me telin. Tash, domethënë, pas lënë shumë përshtypje. Sjellet Ka mirë. qenë shumë guximtar, ka qenë shumë i afërt me njerëz. Ka qenë shumë i afërt me Arbenin, shokin ton, që Arben Bajrami. Arben Bajrami që unë e njoh prej vitit 95-96. E kam njoftë edhe Arbenin mirë, domethënë. Kanë qenë dytë shumë mrekullueshëm. Po lu Zotin që Allah ti kishte mëshiru. Inshallah Allahu a fal xhenetin. Allah në bashkot me të në xhenet. Po, na këto që i themi, domethënë Allah lu Zotin që Allah të na i ruan atë sinqeritetin. Thash, sono vjet turp me fol për kësi sene, se populli jon edhe vendi jon ka pas dhe ka gjithmonë burra të mirë, e trima të mençur, që din të përgjigjen, domethënë situatave ndryshme në kohën kur duhet. Po megjithatë, na nuk duhet të keq përdormi, domethënë këto situata që t'i shfrytëzojmë si joker për intereset tona personale. Ajo ka qenë detyra jon, ka qenë obligimi jon. Mirë, po kjo nuk është mundësi që ta shfrytëzoj atë kartën që unë jam më meritor Në shoqëri. Jo. Nuk më ban më meritor, hiç as pak. As mua dhe as njonin. Më meritor është ai i cili është meritor për ta marrë një detyrë, për ta kryer një vepër në shërbim të shoqërisë. Ajo është privilegj për neve që Zoti na ka zgjedh, edhe u kriju. U krijoi mision. U mshel ai kapitull, jeta vazhdon me kërkesa tjera. Edhe mund vje keq për disa, për shembull, që vazhdimisht postojnë, unë s'di çka doin edhe me kallëzu me ata. Çka do me kallëzu? U ka kriju lufta. 2026 Po, 2026. Çka i të dash me kallëzu tash? Tash do me shfrytëzu si trampolin që vazhdimisht i me kon në top list për çka? U kriju sos. E harxove ti mo vetën, vazhdimisht të e postu, harxove çka? Tash a don tim kret jetën me majt 2001-shin?
Nuk shkon është. Se ke temat të teli, kemi pas fatin me njoft, tash me atë sa e kam pa, disa herë kam pa, edhe kemi komunikuar, kemi biseduar, kemi ndel disa herë. Ka qenë shumë njerëzor. Ka qenë shumë modest, ka qenë shumë trim, ka qenë shumë i përgatitur, ka qenë shumë i shoqëruar. Ka qenë njeri veçantë. Ka qenë njeri veçantë. Me atë sa e kam njoft dhe me atë sa e kemi njoft. Zoti e mëshiroft. Është pika tjetër që do shta me diskutu, hoxha, është tema e njofshme. Gruaja është si kali. Dhe me thonë, ko pas kohë pak reaktivizohet video. Sharona pak, videon e kina mojt para një 10-15 viteve në Qarshi, kur i organizesh me derset javore me iniciativën vepro. Edhe një ndërpytjet ishte për si duhet të sillet. Jo, kjo nuk ka qenë pyetje, kjo ka qenë pjesë e ligjëratës. Pjesë e ligjëratës, po, pjesë e ligjëratës. Kjo pjesë e ligjëratës ka qenë, ligjërata ka qenë me temë vlera e grus. Po. Edhe une mbi 40 minuta ose 50 ku më fol për vlerën e grus. Do më thonë se si Zoti na obligon që si ti konsiderojmë gjinin femrore, si ta konsiderojmë gjinin femrore, dhe si ti vlerësojmë gratë. Edhe do më thonë, krejt kjo kohë, edhe ky fjalim ka qenë i koncentrum për vlerën e grus. Dhe une në ndërkohë, tash nuk e arsjetoj vetë. Po. Ne mund të gabojmë në afekt. Po, normal. Edhe une kam përkthi poezi, une nuk ka qenë fjale ime. Une kam përkthi një poezi nga gjuha arabe, po une kam gabu, do më thonë, në përkthim. Në përkthim, e që une e kum shpjegu, pa ta e kanë shkput. Po, dhe. Une vetëm Ta shakësit, shpkusin. Une e kum përkthi, edhe e kum shpjegu se çka është dash me thonë. Ata e kanë marrë vetëm përkthimin bukfalisht, edhe, do më thonë, janë mundu, do më thonë, me më shantazhu me një farë mënyre, se kinë se unë e kumë thonë që nuk është e vërtet. Ne nuk bojmë ftyrë së në. Na e dim se çfarë vlere ka gruaja. Do thonë, Zoti një sure ka zbrit, suretun Nisa, surja e grus. Pastaj, prej porosive të fundit pejgamberit sa, çka ka thonë? Kalon testament. Por jo vetëm që kalon testament, ka thonë pejgamberi selam, lini vazhdimisht testament e gjenerata të tjera që të sillen mirë me gratë. E qysh unë e kam mundësi unë tash për shembull me thonë se gruaja është si kali. Ose me ngjasu me kalin, jo nuk është e vërtetë kështu. Pastaj nëse i marrmi kështu përkthimet bukfala, çdo kush, kemi mundësi me shantazhu. Po dhe. Për shembull e marrmi Kur'anin. Allah në Kur'an thot, njerë janë si kafshë. Edhe çka themi na, Kur'ani ka thonë se njerë janë si kafshë. Për ato që kapën për fjalë. Po ato që kapën me fjalë, ata që bojnë shkputje, që luajnë rolin e dreçit. Që janë ata me pretekst se ata janë shërbimin e shoqërisë. Jo, ata bojnë veç fitnë. Këta janë argat shejtanit. Jo prej mllefit. Qartë. Se thon prej mllefit. Këta janë argat shejtanit. Përderisa mundohen, domethënë, me bë kësi loja, me bë shkputje, këto janë loja, domethënë, që janë nivelit shumë tult. Ti ki edhe filozof, ki edhe shkrimtar, domethënë që kanë shkruar libra, kanë bërë ngjasime mes njerit edhe kalit. Me këshir pak kështu ma holl që themi na. Kali është se një mirë, bozë. Ma se kali është se një mirë, po jo, me gjithat, unë e përsëri tham, nuk e kum ngjasu me. Shumë mirë rol të hyse nga Tirana pa të thonë, gruaja është si luanesh. Pse nuk mirët ofendim kjo? Jo, është përdorur një shprehje,
une e din familjet të une, edhe më herët, i kanë thonë gryjes qenë ka si atki. Atki. Atë. Po, Dhe më thonë kana si atki. Në kontekstin pozitiv, po. i kanë thonë gryjes kana si atki. Dhe më thonë se kanë thonë për ofendim këta. E qartë. I kanë thonë për vlerësim, për pozitivitet. E ki qartë. Po. Tash sunëna, apet unë i kthena asaja. Po. Shirëm, dikujna dikan me marë mishtin gjenet, edhe me nxjerë për gjeneti, edhe me thonë apet kemi në gjenet, a i përsëri ka me përgënjështru. Problemi atë të na pse lodhmi me këta njerës. Këshirë, unë e këtë pytje për ashtrova, për gjeneratën e Allah na ka rejnë. sjellë shembuj me Musën alayhis salam, Po. na ka sjellë shembuj me faraonin, na ka sjellë shembuj me pejgambert. Është një kategori e njerëzve me kur gjo nuk knoqën. Edhe mos u lodh. Ja. Për ato argumenti që, kjo Hiç- është argument që ka e Po. folëm. Atyre apet se pranojnë ato, se Po. në zemër janë të verbër. Ata e din shumë mirë. E din që mirë. Ata e din shumë mirë. Po ata janë çashtu janë programu, e ka programu vetveten ai. Munguc me shpif. Mungohet me shtëpi. Vazhdo. U dha mart. Ka ditë gjykimi. Po, ka di gjykimi sprish. Nuk mundi me na baldos përsëri- hoxhën Bedrilika ju. Na përsëri na nuk ja dëshirojmë të keq. Absolut. Edhe pse ata Na mundohen- dëshirojnë neve po, të keq. Pse? Se unë jam unë. Unë kam adresën për xhenet. Edhe kam qef edhe timet po në xhenet. Edhe nuk muj me shku në xhenet unë tu pas më lef ndaj teje. Nuk ma lejon besimi jem për xhenet me ta dash të keqën ti edhe pse ti e gabim. S'muj, të ani ti vazhdo, se ti e programu ndryshe. Ti e programu ndryshe, ama unë s'muj. Se unë jam programu me shku në xhenet. Edhe nuk muj me shku në xhenet me mlef ndaj edhe dashakeqit më të madh që mundet me ekzistu në një. Allahu Musa alayhis salam çka i tha për faraonin, i cili pretendonte se është Zot, i cili e mori iniciativën me i mbyt krejt fëmijët me qëllim që ta mbyt Musën alayhis salam. Çka i tha Zoti Musës edhe Harunit? Idhhaba. Shkoni te faraoni, ai çka është më i keqi për momentin. Fekula lehu qawlan layyina. Edhe kur të shkoni, thuni fjalë të mira. Edhe na aktive ju themi, neve nuk na lejon besimi me ju ofendu. Ale ju ofendoni. Ju ofendoni. Se kështu është. Se ju ofendimin e keni Kështu është fe. filozofia juve. Po. Po, kështu është filozofia juve. Kështu është koncepti juve. Ama koncepti jem, edhe filozofia jon, edhe besimi jon, me cilën na dojna me shku me taku Zotin ton xhenet. Neve nuk na lejon ky udhtim që me pas mlef ndaj juve. A ju vazhdoni. Këtë video e kom inicu me me ju, Allah që përblevë që Edhe planu. pse kjo unë atë qysh atëherë e E kisë qaru, po. në një emision përsëri ishte reaktivizu. Po. Edhe ky reaktivizim po e shoh më shumë po irriton se sa po shoron. Po, jo, Po. kjo video, edhe këtë titullin kam jalon në thojza, gruaja është si kali, sqarim nga Uzbedrilika, a 5-5 nuk ju arsjetojmë juve dhe shekqive. Po, është për popullin e thjesht, i cili vlerëson, di me vlerësu, nuk ka anshmëri. E ndëgjon që nuk ka e vërtetë e shpifje. Hoxha Bedrilika nuk ka thonë gruaja si kali. Po poezinë e ka përkthi, normalisht e shpjegoj që ishte. Duhet me koni vëmendshëm, sikur gruan mu kujdes për grujen. Apo kupton? Çat ka dosh me thonë Hoxha Bedrilika. Në qatë kontekst Qatë ka qenë. kontekst, Po, po. unë e kum bo shpjegimin, po ato e kanë shkëput shpjegimin. Po du me të përshru është një pyetje shumë interesante. Thotë kështu, e kam një pyetje të rëndësishme për mua dhe familjen time që dua inshallah t'ja parashtrosh dhe një hoxhe në podcastin tënd. Pyetja thotë kështu hoxh. E kemi një motër me nevoja të veçanta, Allahu na e ka fal këtë bekim. Sa bukur e ka përshkruar, subhanallah, bekim. E thotë, ne jemi 4 fëmijë, 3 jemi musliman, ndërsa prindërit i kemi ateist. Me atë sa kam lexuar e dëgju, një fëmijë me nevoja të veçanta është sprov për prindërit. Mirë po prindërit e mi ishin ateist edhe para lindjes së saj
dhe mbetën të njëjtë edhe tash në pleqëri. Çka është kjo për ta? Dënim, udhëzim? Prind nuk kanë përfunduar, ala. Jo, gjalli ka Gjalli. prindrit. Shpresojmë që ata të ndryshojnë bindjet, po, inshallah përfundojnë si musliman. Amin, Po. inshallah. Allah u hap zemrën, me kuptu të vërtetën, që mos me përfundu si mohus të Zotit. Inshallah, Allah u mundson me përfundu si besimtar. Tash, rasti... Më falë, hoqë që Po. vazhdo më thot, më bën edhe që për ndërpeste. Po e cek që edhe pse ateist ndaj motrës e kanë dhënë hakun 500 fish për mirëqenjen e saj. Pra si prindër nuk u mungon asgjë, të vetmin defekt e kanë mohimin e Zotit. Dhe më thonë, ata prindërit janë kujdes shumë për Po. këtë motër me nevojët e veçantë. Po. Vazhdo. Kujdesin që e bojnë, tash këtë në varët me çfarë filozofie e bojnë. Se nëse këshirimi kështu për shembull. Edhe gjallësat kujdesen për gjallësat. Tash mos ta krahasojmë, Asis, po të kuptoj. për shembull, edhe lani për ato të klishte vetë. Krishte vetë. Domethënë, secila gjallë, edhe shpend, për shembull, për shpend që i kanë. Ajo që kujdesen, aja ndin si obligim. Sa është fëmia e tij. Ajo është instinkt që Zoti e krijon te njeri. Nuk ka mundësi veç duhet me koni çment. Për shembull, ti fëmijën tanë me gjujt. E qartë. Po. Patjetër ki mu kujdes, se nuk të lën ndërgjegje. Patjetër ki mu kujdes. Përveç në përjashtim, nëse ki ndonjë shpirt tegar, që këtë janë të raset ralla. Po këtë sprov, unë e shoh për një kondi tjetër. Unë mendoj që kjo sprova është për një mirësi. Jo veç se mendoj, po edhe besoj. Kjo sprov ka qenë, unë e mendoj. Kjo është mendimi im. Kjo sprova është për me shpëtu ju tre persona. Në rënd të parë, që e keni pranu islamin, që e keni kuptu vërtetën, a thonë që... Po, këto tre fëmijë tjerë janë Po. musliman. Po. E konsiderojmë veten musliman. Kjo një sprov për 3 udhëzime në rënd të parë, edhe e dyta, kjo sprov nuk ka dënim. Është një zile që po të cingron aty në shtëpinë e juve. E që po i cingron prindit tanë, nonës tanë, edhe juve në përgjithësi janë. Se jeta është në dorën e Zotit. Edhe Zoti ndonjëherë domethënë sjell diçka që ti nuk e planifikon. E që domethënë ki kujdes. Se mundesh mu befasu për smiri, po mundesh mu befasu edhe për skeq. Po përderisa ata mundohen me i shërbi fëmijës, unë e mendoj përderisa s'kam përfundu, shpresoj se ky shërbim edhe kjo sprov do të jetë qelës i shpëtimit të prindve edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Faleminderit shumë hoç për përgjigjen. Me rëndësia është mos me i humbë shpresat. Me rëndësia është, domethënë, vazhdimisht me ju lutë Zotit, se lutja është ajo mrekullia më e madhe. Lutja është diçka që na s'mujna me paramendu. Çka lutja? Lutja është me gjetë një derë kur ti as ëndër s'mundesh me pa. Lutja me sabër është me besu. Kur ti lutesh Zotit, me i besu Zotit se ekziston një derë që është për mu, unë nuk e di. Pa. Ose sabri, që kanë thonë djetartë, çka është sabri? Sabri është kur të bindesh se çdo derë në dunjë është e mbyllur përveç derës Zotit. Ti je i bindur, se ekipo ka njëherë na bëjnë sabër, ama tham, thuti, ndoshta filani ka më ndihmu. Kjo nuk ka më sabër.
E ki qartë. Jo, sabri i vërtet është ti jesh i bindur se çdo derë në dunjë, 7 miliard njerëz, kreti ki të mbyllta. Hiç, kreti ka mbyll me qelës të hekurt. Edhe kreti ka ngjujt qelsat. Veç një derë ekziston. Ajo është e Zotit. Që kjo është sabri i vërtet. Edhe lutja, domethënë të cilën na duhet me bë. Edhe këtë sprov nuk bën me pa dënim, në asnjë mënyrë. Allahu nuk na ka krijuar në dunjë me na dënu. Allahu na ka sjellë në dunjë me na sprov. Dhe çdo gjë është sprov, nuk ka dënim. Mundet me kon pjesërisht dënim, ama esencialisht është zile për me të vetëdisuti. Se në dunjë nuk ka xhehenem. Në dunjë ka sprov. Allahu na sprovon edhe me të mira, na sprovon edhe me gjonat që janë jo për çefin ton. Kështu që ndoshta mos kishte qenë prindi, edhe kështu do më mendu. Ndoshta mos kishte qenë prindi ateist, kishte qenë e kundërta. Ju si shikon musliman. Edhe kështu do më mendu. Se ju jeni në moshën e re. Prindi është moshën e pleqërisë. Ai prindi ka kalu një periudhë të përvojës. Me shpresë se tash, inshallah, do ta pranon Islamin. Po të kishte ndodhe kundërta. Prind me qenë musliman, e ju me qenë ateist. Allah e din mas miri se si e ka pregadit, por ajo një është me mendu mirë dhe pozitivisht. Kështu është. Mos me pa zi, po me pa një dritë në atë errësirë, e cila dritë një ditë do të zgjerohet, edhe do ta humb atë errësirën. Po që unë me ti kum pas plan edhe të kum tregu, kur kena pi kafe, që kena mi trajtu temën mrekullit. Çka ka thonë pejgamberi, çka ka ndalë profecit. Podcastin e ardhshëm inshallah. Po, inshallah. Shumë kam dëshirë. Ti bëjna 5-6 tema. Inshallah. Çka ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Po. Ka ndalë. Inshallah. Inshallah. Shikues, shifmi të martën e ardhshme. Selam aleikum.